Heroin besoi fort në idenë se kufi që nga një popull nuk janë të përjetshëm. Por figura e Sali Çekajt bëhet edhe më e plot kur e kujtojmë në tërësinë e saj. Djalin tim kam quajtur Sali. Tek Sali e ri më duket se është arminetin e Salit të vjetër. Për të ardhmen. Në fushbetej në 19 prill të vitit 1999 ra heroikisht edhe Sali Çekaj. Veterani jeta të cilit ishte ndërthurur në çdo etapë të përpjekjes për liri, gjithmonë në shërbim të atdheut, gjithmonë në vijën e parë të frontit. Heroin besoi fort në idenë se kufi që nga një popull nuk janë të përjetshëm. Për të shëndja e kufirit nga shqiptari ishte përmbushja e amanetit shekullor, për liri, shtet dhe për të qenë afër njëri tjetrit. Ai la pas shembullin e një njeriu që kalon nga bindja në veprim, nga fjala në organizim dhe nga idea në strategji. Tek ai u bashkuan përvoja e brezit të vjetër dhe vendosmëria e brezit që po vente. Emri i tij dhe një vend të veçantë në historinë e luftës sonë për liri dhe në kujtesën shtetërore dhe kombëtare të Republikës së Kosovës. Me të drejtë, ai kujtohet me respekt të veçantë si luftar i vendosur, si komandant dhe si njëri ndër burrat që ju gjendën Kosovës në çastet më vendimtare të saj. Por figura e Sali Çekajt bëhet edhe më e plot kur e kujtojmë në tërësinë e saj. Si burr të idealit kombëtar, si jurist, si organizator, si veprimtar të hershëm dhe si njeri i Kosovës që i shërbeu asaj në çdo kohë dhe në çdo rrethon. Takimi në fundit me babën ishte viti i ri 98-99. Pas asaj dite, gjithçka që kisha për ti ishte kujtim. Fytyra e tij, zemra e tij, duart që mbledhatonin gjithçka. Në momentet më të vështira të jetës time, ai kujtim ishte forca ime e vërtet. Sepse pjesën më të madhe të jetës, kujtimi ishte gjithçka që kisha nga babai. Por kujtimi im për babën nuk është vetëm kujtim, është edhe shpresë. Djalin tim kam quajtur Sali. Tek Sali e ri më duket se është arminetin e Salit të vjetër. Për të ardhmen.